Jemi duke dashur të kalojmë tek tema e Lidhjes Demokratike e Kosovës. Si po duket ty ky vlimi në LDK si përmbyllje e kësaj bisede në mënyrë të drejtë për drejtë? Shiko, unë mendoj kështu. Nuk është që ka qenë e pamundur që Lumer Abdigjiku edhe ta marrë përgjegjësinë edhe të qëndrojë disi në krye të partisë. Por rruga që ka zgjedhur ai, le të themi trajektoria që ka zgjedhur është totalisht e pabesueshme dhe është trajektore e një humbsi. E një humbsi që nuk po arrin me pranu humbjen, edhe si rezultat po e dëmton procesin politik, po e dëmton lidhjen demokratike të Kosovës. Duke pas parasysh si kanë rrjedhur gjërat dhe si ka reaguar ai pas zgjedhjeve, unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mund të ketë rrugë tjetër përveç se ta gjejë një udhëtësi të re ose një kryetar të ri. Dhe këtë mund ta bëj duke u kthyer mbrapa me njerëz si Abdullah Hoti apo Lutfi Aziri apo ndoshta deri diku edhe Hikmet Bajrami, ose mund të bëj diçka revolucionare. Duke marrë dikën si Paris Guri ose unë për shembull kam propozuar Ermal Sadikun, si ardhje e re që ka treguar frymë të re dhe ka qenë një forcë pozitive që pa arritur si i ri pa mbështetje të strukturës LDK-s të bëhet deputet. Domethënë, mendoj që rruga më ashpër dhe më rrezikshme për krejt pluralizmin. Baralio, se këtu e patë një reagim nga Shqipja. Për këtë të fundit. Mendoj që strategjiku në krye të LDK-s është e rrezikshme për LDK-n dhe për vetë pluralizmin të Kosovës, sepse mendoj që është rrezikshme që LDK-ja mos të arrijë as 5% nëse vazhdon me këtë ritëm dhe shkojmë në zgjedhjet e reja në prill. As 5%? Mendoj që rrezikon plagun nëse vazhdon në këto farfyrje dhe le të themi edhe një kuvend tjetër karrikësh. Nuk besoj që mund t'i mbijetoj asaj. Okej, interesante. Mbledon të falenderit shumë. Faleminderit shumë që ishe direkt me neve dhe të dëshiroj rrugtim të mbar për te oqeanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës.